Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Të dashur vëllezër, tema për të cilën do të flasim është Ramazani dhe fisnikëria e moralit, duke pasur parasysh që janë të lidhura ndër më të vete ngushtë Ramazani me moral. Një ditë prej ditëve transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe thot, e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila është gjëja më së shumte që I çon, I fut njerëzit në xhennet? Ka thonë pejgamberi sallam, taqwallah wa husnul khuluq, devotshmëria dhe morali ose sjellja e mirë ose morali I mirë. Pastaj kanë pyetur, po çka është një vepër që e bën njeriu edhe më së shumti I çon zjarmin e xhenemit? Ka thonë epshi, gjuha dhe epshi. Gjuha dhe epshi. Të dashur vëllezër, tash këtë muaj mundim edhe gjuhën ta përdorim në vende jo të duhura, duke bërë gibet, duke qenë xhelos dhe tjerëve, duke qenë inatçor dhe tjerëve, që nuk kanë rregull, ama mundet njeriu me bë, mundet njeriu me bë. Po anë mirë, nuk kanë mirë, anë rregull, nuk kanë rregull. Por atë çka temën e dytë brenda muajit Ramazan e zgjedha të flas për këtë çështje, duke pas parasysh sepse ne jemi njerëz e mund ta gabojmë. Edhe nuk na ka hije, edhe agjerueshëm dhe me gabu. A që sot për shembull e kam gabu, ma për ditë me gabu, nuk ka hije, nuk ka rregull. Për ditë. Për shembull gibet, që hoxha ka bën gibet një ditë. Halam, halal, ka bën, u gri puna, më bëni Allah si gabova. Ama për ditë hoxha po bën gibet. Për shembull, për ditë hoxha folke, për ditë nuk ka rregull. Kjo vlen për të gjithë. E mora vetën si shembull, mirë po vlen për të gjithë, e njeriu kur nuk mundet edhe me thonë inë sa ajmun, unë jam agjerueshëm edhe me qenë I pamoralshëm ose me qenë gabimtar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa idha kana yawm sawmin, kur të vjen dita dhe njeriu kur është agjerueshëm, fala yarfath wala yaskhab. Shqip ta përkthejt të ndërshëm vëllezër, njeriu kur është agjerueshëm të mos flas fjalë të ndira, e as të mos bërtas. Mos flet fjalë të ndira, fjalë ndita, as mos bërtas. Nuk na ka hije neve si njerëz, plus si musliman, me bërtit në Ramazan. Atje ku jemi në për puna, në për shtëpia tona, me bërtit. Me thonë, pse me ti bërtet? Thotë, unë jam agjerueshëm. Po mirë dhe, bas pse agjerueshëm nuk duhet me bërtit. Të kundër të. Vallaj, dje dola më si këndi, e kam zanat më kësi ndije, për shëtiti në kam pak, edhe njërim zateke. E para dit, të kështë qene pas në dhejta, tha, o gjë, pas këtë dalë me hubë vaktin. Si thash kur gjë. Do është ta pak debat me e bandi, thash ta bëj rezil kështu njerët, a më hajtë thash ditë e parë. Pëse ka dalë me hubë, nuk do me thonë si këtë tjetë dalin me hubë vaktin. Para më dhe, qëfar, unë e së më thamë para, shumica, a këtë dalin me hubë vaktin, pëse me dalin me hubë vaktin, njerëzit dalin krim punë, njerëzit dalin edhe ecin e thonë stakfirullah, edhe ecin edhe mbadhrojnë Zotin. A jam I qartë tash. Jo, për shembull, hajde, të kishtë pas më ta ditë, ka hije, se lodhët njeriu apo, edhe që të po dalim me hubë vaktin, me para ditë. Jam duke thonë që njerëzit si e mendojnë dynjan. Edhe njerëzit, bile nuk e ka gajri se edhe kujt ja thot, ty mundesh me ja thonë shokit tant, shembull që e shumë I afërt me atë, mundesh me thonë, pas ke dalë me hoxhës, haxhijes, njeriu të panjohshëm, nuk I thuhet të ke dalë me hubë vaktin. E me ta kthej bumerang për shembull, më janë me bërtit. Unë s'kam dalë, për shembull. Vëndonja mejnë të rëshëllëse se me cëllim flitni dhe si flitni dhe qka flitni. Mirë po, nuk është rregull me fol fjalë ndira muslimanin, po sa qërisht mojë Ramazan, edhe me bërtit pa nevojë.
Sepse të dashëm vëllezër, realisht agjeruesin ose agjerimi i bashkon dy gjëra. Për shembull, muaji Ramazan i bashkon të unë dhe të ju dy gjëra. E para, devotshmërinë e brendshme, takvallokum, devotshmëria e brendshme në zemër të brenda, edhe morali i jashtëm. E tash lidhen këto punë. Në qoftë se unë nuk jam i moralshëm brenda në zemër, s'ka më qenë edhe jashtë. Mundem me po politikë një ditë, 13 ditë korritët njëri. Pse se s'ta do zemra. Nuk mundesh ti për ditë me bo filma, edhe me bo artist. Në ditë kemi dështu. Ama nëse brenda e ke zemrën e pastër, do më thonë, ke frikë respekt, ke devotshmëri dhe Allahu subhanahu wa taala, atëherë edhe trupi jashtë të tregon ndar nga dal. Të ndeshëm vëllezër, Allah subhanahu wa taala kur e ka detyruar dhe e ka obliguar agjerimin, çka thot? Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjeroni, ose u kam bën obligim agjerimin ashtu si u kam bën obligim popujve para jush agjerimin, për çka? Që ju të bëheni më të devotshëm. Para zonë, nëse analizon agjerimi, pse rrim pa buke, pa uje, pa kafe, pa qefe, veç me u bën më i devotshëm. Kur gjën tjetër. Ama këtë devotshmërinë ku ta arrim, pastaj këtë mirën renditën pas kësaj. Devotshmëria, njeriu ku ta arrijë devotshmërinë, këtë tjera të vinë vetë, s'ka nevojë as me i thirr, as me i kërku. Do të thashë vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu ose dikush për ju që është agjerueshëm, thot të mos flet fjalë të ndyra, fjalë të ne i themi, e kemi një gjuhë interesant, fjalë pa krip, ka thonë fjalë pa krip. E tash e di se në thot ti ka bajgi fjalë të rënda ka thonë, fjalë pa krip, ne e kuptojmë që asnjë fjalë tamam se pas ka thonë. Apo? Nëse s'keni dëgjuar që ta dini. Dhe mos bërtas se para, po vazhdon thë. Mirë po nëse dikush që unë jam të shqyqyu punën të ema, më dikush më ka zonë rrugën. Edhe më shane, më sulmane. Qëka du të me thonë? Inni saimun. Unë jam agjeruesh. Mund që me e ban. Ajo më në menja, për shimu. Të ku dalë i prikin dije, dikush të pritje të dalë. Me thonë, ti kemi falë namaz. Çfarë namazi, namazi të sa ka bullë. Ti kështu, rizit banë. Edhe ti hitë që këthen. Allah, unë e agjerueshëm. Ama jo mas iftarit, mëse me e sa unë udhën. Hiç me ja falë ketë. Se e di se më thonë, deri në iftar, ja, edhe mas iftarit njësoj. Se agjerimi nuk o deri në iftar, onë 24 orë. Këtë në disje pak e kina përzirë. Me ndëna që deri në iftar e pas taj që ka du banë, ja. Edhe mas iftarit, veç buka dhe ujt lejonë, të tjerat njësoj janë. Të deshë vëzër, Ramazani e muaj që duhet realisht ne të largohemi nga konflikti. Konflikti, grindjat, përlambat, shajtmet, mos pajtimet. Sepse Ramazani është muaj i pajtimit, është muaj i afrimit dhe dashurisë ndërmjet muslimanëve. Kështu duhet me kuptu Ramazani. Më thonë, mund me edhe mu grind, po mund me edhe mu pajtu. E pse shembull, në lagjen e Dijanit, matematikë, shembull, sa idhnime janë, sa familje nuk flasin të më vetë të zamë, janë 50. E në për Bajram, sa janë tash 60. Opa. A kena përparu, a kena dështu. Në vend mu paksu, janë shtu 10 idhnime tjera, 10 konflikte tjera. Ama, Dijan, sa konflikte, sa probleme janë 50. Në fund, Ramazanit, valla ose prej 50, 20 kanë, alhamdulillah. Kjo o plusi. Do më thonë, Ramazani e pas ka ndihmu njeriun që edhe konfliktet të largon, ose e ka bon njeriun më të devotshëm. Ama Ramazani të ka përfiti. Edhe ti duhesh pak me ndihmu. Edhe ne duhet me ndihmu Ramazanit, që pas të Ramazani me ndihmu neve. On është të vërtet që e së njeri. Ama ka regull.
E rregullat brenda Ramazanit, nëse i realizojmë, vallahi Ramazani ka më na ndihmu, ama edhe ne kena mu knaqë brenda asaj. Të ndërsa vëllezër, thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, thot wala tastawi al-hasana wala as-sayyi'a. Nuk mundet me qenë e mira dhe e keqja bashkë, ose barabar. Ajde në gjuhën tjetër, nuk janë të barabarta e mira dhe e keqja. Vazhdon. Idfa billeti hiya ahsan. Ti thot, largoje të keqen në mënyrën më të mirë. Largoje të keqen në mënyrën më të mirë. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Shqip ta përkthejmë. Dhe atëherë ai mes teje dhe ati që ke pasur armiqësi, do të bëhet si mik i afërt. Nëse njeriu është i butë, do të është shumë bukur Kur'an. Largohet keqen, pa marrë parasysh ai tjetri çka thot. Ti largon të keqen, edhe sjellësh butë. Ai të shan, ai të lëndon, ai të nënçmon, ti ban sabër. Thot Zoti, vallahi çka njeri ka me lëshu penj. Edhe të që njeri ka me hi devotshmëri dhe ka më bëgo maj mirë se sa është. Ama me qenë si ti si musliman ja kthen. Ai një fjallë ti pens. Ai të nënçmon ti, ma shumë e nënçmon. Pre kallë, ku atë ashtu, ai mësimi, ai devotshmëri ku asko. E po nëse musliman që agjerojmë, me qka i mësim tjerë? Edhe agjerushëm edhe në konflikta, po konre. Por atë shka këtë ndërshë vëzër, Ramazani, ju e dini që nuk ka veç me mundal nga haja dhe pija. Po, është mirë tash une për veti, vallahi, kur i flas dikujt, une përmenda të gjëman. Une nuk jam melek. Unë gabime kam se të dush. E nëse i flas dikujt, i flas vetës. E pastaj juve, ama njerë vetës. Sepse njeriu që nuk e mëson vetën, vallahi, s'ka nevojë me mësu dhe edhe tjertë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lem yada qawl az-zuri, ai njeri që nuk heq dorë nga fjala e rreme, wal amala bihi, dhe vepra me atë fjalë, faleysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu. Allahu nuk është në zor, dhe Allahu nuk ka nevojë që ai njeri ta lën hajën dhe pijen. Nëse një njeri nuk e largohet nga fjala e rreme, fjala e rrenshme, edhe puna me atë, pse me magjeru atër? Çka ka nevojë magjeru? Për shembull, ta zamun, i kam disa gabime që nuk ma bëjnë kabul agjerimin. Edhe agjerimi, edhe të gabimet e mia nuk përputhen. S'mundet. Atër, pse une kum zgjedh me dhejt pa buke pa uj, e pse se zgjedhi, o vallahi, ndoshta ma hajnë mos me rrejt, mos me punu me qato rrejnat, se sa me nejt pa buke pa uj. Shive se, këto matematike dhe shumë, unë mundom të steroj. Për shembull, a ma mirë me agjeru, a ma mirë mu largu nga punë të këqia. Hoxha, të dhja së një baj. Edhe agjerim, edhe punë të këqia, valla s'munda të dhja. Njanës, unë që hoqë kështë të thonë, vallahi, leni punë të këqia, Ramazani leni. Pse? O, me punë të këqia që i ban, Ramazani nuk të pranohet, të vllai nderuar. Musu lafë. Që kështu thotë Muhamedi sa më tash nëse shtoj. A jam i qartë. Janë disa rregulla që neve nuk na pëlqejnë me i thonë, ama duhet me i thonë. Duhet me i bani një matematikë thjesht. Shema, kina në njerëz që njofi, o, gjuna me 98 ditë rrinë. 98 ditë, tash nga natën, se e pak një shtojtë se vona. Gjithë ditën pa buke pa ujë, mas iftarit shembull, po e di, i ban disa gabime që nuk kanë kuptim, nuk kanë lidhje me Ramazan. Ose tër ditën punon dikon atje, pitë se ka gajle se rrejnë, i shtonë ose në të punën e vetë. Am kuptut, që ka do është të me thonë. Nëse agjerojmë, s'ka me rrejtë, s'ka me bo gjibet, s'ka me pa haram,
S'ka me ndëgju haram. S'ka me prejk haram. Edhe s'ka me shkel haram. Në momentin që i ban këta, agjerimi nuk ka kuptim. Allahu na rujt dhe na udhëzoft. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa agjerues nuk kanë asnjë dobi nga agjerimi përpos se uris. Edhe thot sa falës namaz natë që falin, nuk ka nga namazi asnjë dobi përpos se pagjumësi. Interesant, ha? Hajde tash ti pse thotë që shembull s'ka sa hoxha vëlla, e ne e ke lexuar ti këtë hadith. Agjeruesi, do më thonë si pas të hadithi, agjeruesi i cili nuk ka asnjë dobi për veçurisë. Gjithë ditën rri pa bukë, pa ujë, veç lodhet, ama ma agjerimi nuk ka lidhje. Se ketë haramë që janë i ban. Ama që pa bukë, pa ujë rri. Thot, agjerues që asgjë nuk ka dobi nga uria. Edhe i tjetri që nuk ka dobi nga ajo që rrinë në kamë dhe namaznate dhe lodhet. Lodhet, po në mi fa namaznate, ama nuk i pranohet. Se nuk i pranohet. Po shumë thjeshtve. A njifni ju t'i ka vëllezër që a bashkë që po fole, a dini që djeve sot për shembull, sa shqiptari edhe sa muslimani në thojza, me nënën e vetë s'fol, me babën e vetë s'fol, me lom janë, lom, a dini. Po shembull, po. Ama Allahu ekber namazin, kane, vajtane, pa buke, pa uje. Kur të në pyetje nana, absolutisht se mendor. Ha, si thoni tash? A ta gjeroj kja nanën s'koj të pajtohet me nanën? Ju, që kështë mendu? A boj, a kështë thonë ma mirë valla me nëna vetë të regulloj punë. A gjerimi nuk i hikë, mos sot nesër e nisë. Ose namazi, për shemë. Namazin e falë, a në dhëmë tjetër nana i qarë se djali, kujtë dionin. Lëj gabimi. Janë disa rende, o vëllezër, janë disa çështje që duhet me i pas ma përse afërmi edhe ne, edhe ma drejt duhet me i thonë. Edhe nuk duhet më mërzit fort se nëse e kini jetën e pastër, shkon të njerëzit pastër. A nëse e kini jetën politikë me bo, normale që njerëzit s'ta marrë. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna. As-siyamu junna i vjen, agjerimi është mburoj, është fortifikat. Thot nëse dikush prej jush, gjatë agjerimit, ose agjeron, të mos flet fjalë të ndyta. Edhe të mos sillet me ingjerancë. Thot, po helbet, nëse dikush sulmon, ose shan, ose mundohet me dëmtu, ti thot, mundohu pak largo, edhe thuaj, unë jam agjerues, si që në heraj që mundohet me dëmtu, me të nënshmu, ti thuaj, unë jam agjerues, mund shmi me bo. A ka pos njerës që janë kanë shumë asgane dhe kanë bo. E di se ka duke shemë, qashtu zotë ka kriju, nuk janë jo që frigonë, vë s'do në konflikt. A njifni ti ka jo? Po, jam i sigur që një, unë njof njerëzit, nuk kanë qef konflikt. Jo që ja i frigohet, a ja s'gana. A ma që, ja, dhe valla, që s'kanë të kohë mu marë. A ma ka s'ganë që një plus një bëjnë dymi, njerë ta merë hakin. Tak, nuk të le asë një sekund, hiq. Edhe ka që ja lau. Ik. 3 lloj njerëzive, 4 s'ekziston, nuk ka. Do më thonë, ai që të merë hak me njerë, ai që ta falë me njerë, edhe ai që ik. Si që anisë ish pak me përtit, ik. A qëka du të me bone? Ne du të me bone ki i pari, që themi, bëjmë sabër, bëjmë dorime, themi, unë ne jemi agjeru. Se jo ata trimat që marim hak. Të ndërshëm vëzër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk heq dorë nga fjala e rreme,
Men lem jedda qawl zuri që përmenda më herët, ose veprimi sipas fjalës, asaj fjalës ignorante. Fjalës ignorante, domethënë ignorancë apo punë e keq. Lënë se rrenti mund të shmi mësu njerëzit ka e keqja, mund të shmi me folë në një fjalë që nuk është e vërtet. Që shembull e ke pa diçka edhe folë, për një me e vërtet o gibet. Para më ndoje, hiç nuk e ke pa, ti edhe folë edhe shtot. E kjo, do më thonë, rrenshëm folë edhe je agjerushëm. Çka thot pejgamberi Islam, si ki hadithi ka dallim për atit pari që përmendëm. Thot Allah subhanahu wa taala, nuk ka nevojë që ti ta lash hajën dhe pijen. Nuk ka nevojë Allah subhanahu wa taala për agjerimin tënd as për agjerimin tim. Të ndërsa vëllezër, për në fund, këto hadithet që i përmendë janë një thirrje e qartë për ne. Thirrje e qartë. Nuk ka nevojë tash në këto hadithe me studiu shumë. Ta them, ta shoh çka ka thonë Ebu Hanifja. Shumë e qarta. Në miro me pa dhe Ebu Hanife që ka thonë, edhe Ahmed ibn Hanbeli, edhe Imam Shafiu dhe Imam Maliku, këtë në rregull. A mos ka ndonjë diçka të paqartë. Ai i cili fol fjalë të ndita, rren, mundohet me bo keq, bën gibet, thot edhe punon me atë. Nuk ka nevojë Allahu për ta lënë hajën dhe pijen ai. A ka diçka që duhet me vete Ebu Hanifën këtu? Shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Por atë shkak të vëllezër, Ramazani nuk ka vetëm formalitet. Në formaliteti mund me bë. Në xhami, pa buke pa ujë, tak, kur të vjen fitri, sa duhet, për Bajram, me kravat, ku këti puna. Ama kjo është prast me qenë, kjo është formalitet. Allah, ma mirë këto tjerat mësë me i bon, e që këtë me e post pastër. Se ta Allah, kur dalim, duhet se cili me dalë me zemër të pastër. Në momentin që nuk e pasun zemër, ta dini që të gjitha veprat tona janë të papranuara. E dini që e shkuma ndeti, këni qenë dito, shkuma, ta vinë ato valët tjera, të ne themi dalgat, shkoj. Se shto janë veprat pa devotshmëri dhe pa frikë, respekt. Të deshëm vëzër morali i mirë, është prof, është argument se Allah subhanahu wa taala, insha Allah i pranon punët e tonë dhe veprat tonë, dhe se asjellja e keqe është argument se Allah subhanahu wa taala nuk i pranon. Insha Allah Allahu na udhëzon e të gjithë së bashku në xhenet na shon. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pyetja. Po ka pyetja që nëse ma për ti jo. Hajde sot seftë ta bëjnë, hajde. Hajde që ma interesante banë, hajde. Po mirë da të kam shokun, me shokin njeri mundu të u përla dhe me. E bo. Hajde, no, plus mu të velista i është, ki jeni farqini, hajde, fol. Por një ma, ki pyti? Dhe gja, tash, në për ditin e këtu, kena me qenë xhami, kena me thirë misafir, kena mundru dhe njerë. Shembull, unë ka me shku të xhamia ati hoxhës, e hoxhë ka marrë të xhamia këto. Ama një 3-4 ditë fillim, thamë ta nisme se të në xhamit vetë. E nëse keni të një pyetje që ka dobi për së xhamatit, sa më mirë me edhan. O ba.